Si të veproj, thot burri është namazle, unë jam me mbulesë, por më shan dhe nënçmon në pranitë të fëmijëve, apo në pranitë të familjarëve. Allah udhëzot bashortin tënd, nuk është sjellje e mirë kjo. Nuk është kjo sjellje e atyre të cilët falin namaz. Allahu ka thonë në Kur'an, namazit largon prej veprave të këqija. Një person i cili shan, ofendon, nënçmon gruan në sy të familjarëve, jep me kuptu se namazi i tij nuk është duke ndiku, nuk është duke pas atë funksionalitetin apo pozitivitetin të ky person, të ky musliman po quaj. Prandaj, nëse dëgjon këtë video, e këshilloj edhe lut Allahun që ta përmirësoj gjendjen e tij, të bëhet pak më i durueshëm, më i kujdesshëm. Mban me këshillu bashortën, po jo me nënçmu. Ka dallim nënçmimi dhe këshilla, këshill po duhet me dhon. Edhe ajo ty nëse ti ke vrejtje, dhe ti asaj nëse ajo ka vrejtje. Por asësi, më usjell në këtë formë. Kujdes, sepse ky namaz nuk pas ka ndikim të ti sa duhet.